Selam aleikum hoxhë. Çfarë teshash do kemi kur të vdesim në xhennet ose në xhehenem? Wa alaikumus salam wa rahmatullah. Xhenneti është vendi i lumturisë së përjetshme. Është vendi ku në të nuk ka mërziti, nuk ka hidhrim, nuk ka pikëllim. E ka përgatitur i madhi Zot për robërit e tij besimtar, për ata të cilët e besojnë Allahun e lartësuar, e adhurojnë Zotin e gjithësisë. Besojnë dhe pasojnë profetin e tij, Muhammedin alayhis salam. Xhenneti është vend ku në të ka gjëra që syri nuk i ka parë, veshi nuk ka dëgjuar për to, mendja nuk i ka shku njeriut. E përsa i përket rrobave që do të kenë banorët e xhennetit, Zoti i gjithësisë i përshkruan në Kur'an ku thot: "Wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabraq." Ata do të veshin rroba të gjelbra, prej mëndafshit të hollë dhe armaçi. Xhenneti është vend ku në të ka mirësi pafund. Allahu na mundësov xhennetin. E përsa i përket jo besimtarve, Zoti na rujt. Dënim i përjetshëm, dënim i rand në zjarrin e xhehenemit. I përshkruan Zoti i gjithësisë rrobat e tyre, ku thot: "Felladhina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar." E përsa i përket pra ata të cilët mohuan, do të përgatiten atyre rroba prej zjarri. Kështu kuptohet prej ajetit, Zoti na rujt. Prandaj është e udhës që njeriu i mençur të përgatitet për botën tjetër, ta adhurojnë Allahun e lartësuar një të vetëm, ta besoj dhe ta pasoj profetin alayhis salam, ta besoj dhe ta pasoj profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. Ti bindet të madhit Zot, në mënyrë që Allahu i lartësuar ta shpërblejmë botën tjetër me xhennet ku në të ka lumturi të përjetshme. Allahu na mundsoj xhennetin. Amin.